Përshëndetje TikToku. Ha! Përshëndetje TikToku. More. Honda Sh. Tani e kemi thënë dhe kemi rithënë herë tjetër që janë motora shumë të mirë, motora shumë të fortë, por kanë probleme me sistemin e karikimit. Tani, e shohim bashkërisht se çka ka ndodhur me këtë motor, me fushën e këtij motori. Shikoni këtë. Kjo është fisha që vjen nga fusha. Po ta shikoni, fisha është ndezur, gati për të marrë flak. Mos themi që ka marrë flak, është ngjitur, është saldu. Janë saldu telat komplet, shikoni pra, një djegje shumë e madhe. Pra, duhet tek Honda Sh një kontroll i vazhdueshëm, i imtësishëm nga mekaniku juaj në lidhje me sistemin e karikimit. Qoftë Honda Sh motor i vjetër nga viti 2001 deri në vitin 2005 janë me karburator, sepse Honda Sh në vitin 2006 ka kaluar me injeksion. Dhe të dy seritë e Hondave, si me karburator, si me injeksion, flas për serinë 125 kubik, 150 kubik, kanë probleme me sistemin e karikimit. Ndaj, duhet jeni shumë kujdesshëm te kjo pjesë, sepse rrezikoni që motori të marrë flak dhe rrezikoni që të digjë komplet implantin e motorit me këtë lloj temperature dhe me këtë lloj djegje, si shikoni që ka ndodhur. Faleminderit.